Të nderuar miq të Veriu Sport Sërishmi nga Milano, jemi në atmosferën e parandeshjes madhe mund të themi të futbollit femëror, Inter i Milanos Vllaznia e Shkodrës. Kam të pranë një emër shumë të njohur të futbollit, sidomos futbollit femëror, ka qenë trajner i ekipit kombëtar të Shqipërisë U19 dhe në Itali ka një karrierë shumë të suksesshme. Për disa vite me radhë, rreth 4 vite drejtor i Interit i kësaj skuadre, që Vllaznia sot ndeshet me të për turin e dytë të Europa Cup, aktualisht është drejtor sportiv tek Como, apo jo? Po, e saktë, çdo gjë e saktë. Semir Keqi mi se erdhe në këtë intervistë, në këtë atmosferë të pragneshjes Inter Vllaznia. Keni udhëtuar posaçërisht për të ardhur. Në këtë momente sapo mbretët tek hoteli ku është Vllaznia, takuat edhe presidentin Lazar Matia, stafin e tij, trajnerin Nikolin Leka, por edhe futbollistët. Çfarë i thatë? Çfarë komunikohet me? Është minimumi me udhëtu me ardh deri këtu për një klub shqiptar që kena kënaqësinë kur na vjen në Itali, dhe kena kënaqësinë që na përfaqësojnë në për këto kupat e Evropës. Lazarin e njoh me shumë vite, kështu që nuk mund të mungoja sot. Çfarë thash asgjë, thjesht me aq sa njoh Interin unë, gjë tjetër s'kam çfarë më i thonë, din vetë se trajneri është shumë i përgatitur, Lazar njeh futbollin e femrave ka që shumë vite. Nuk presin, nuk është puna se presin këshillat e mia. Janë shumë të aftë për këtë punë. Personalisht si po e pret se Mirkesi këtë ndeshje? Mendon se është një ndeshje e madhe për Vllaznin, por edhe për Interin? Është një ndeshje e madhe për Vllaznin, për Interin, sidomos për mua sepse unë përpara kam qenë trajner. Ky është viti 9 që bëhem drejtor, edhe për herë të parë drejtor, vendin e drejtorit më ka dhënë Intri. Kjo skuadër, t'jesh në një ndeshje për Evropën, për Kupën e Evropës, Intri që kam qenë 4 vjet si drejtor, dhe Vllaznia ku kam gjithë shoqërinë time, nuk ka gjë më të mirë, kështu që për mua ditë feste. Si shikon aspektin profesional, kush është më afër fitores? Natyrisht ka shanse Interi që luan në shtëpi në kampionja e Italisë. Unë ditë ju them që Intri është një ekip shumë i fortë, Intri këtë vit pretendon t'ja heqi kampionatin Juventusit, por di edhe që Vllaznia ka një eksperiencë të madhe nëpër Kupën e Evropës dhe njoh shumë mirë presidentin e Vllaznisë që nuk është e lehtë ta mposhtësh, kështu që do jetë një ndeshje e bukur, shpresoj të jetë një ndeshje e bukur. Turi i dytë ka 2 ndeshje, sfida e parë luhet sonte në Milano dhe pas një jave ndeshja kthimit në stadiumin Loro Borisi në Shkodër. Duke marrë të dyja ndeshjet në tërësi, e shikon Vllaznin një mundësi kualifikimi? Shpresojmë që po, unë shpresoj po, se përndryshe nuk kam se si me ta shpjegoj që t'je kam bler biletën me armë Shkodër, kështu që shpresoj që po. Po shikon Vllaznin më të fortë, duke pas parasysh që ka edhe një Megiddo që është më të famshme, kapitenja e Vllaznisë dhe ekipit tonë kombëtar, e cila ka dhënë provën në Europë, i ka shënuar edhe Realit. Ndoshta jam egoist se do flas për 3 vajzat që unë i kam njoft, që kanë qenë 7-18 vjeç që i kam pasur kombëtare, duke fillu nga qendra e mbrojtjes që Bayraktari, duke kalu ke Esmeralda e pastaj ke Megi, kështu që pika qendrore e Vllaznisë shumë e fortë. Dhe për ta mbyllur, edhe diçka për tifozërinë se pritet të jetë entuziaste shumë për kampin kuç i blu të Vllaznisë. Shumë shqiptarë dhe sidomos shkodran kanë paralajmëruar praninë e tyre në stadium. Inshallah, shpresojmë edhe vetëm gjë që mund të them, ato që se kanë ditë akoma, nëse po e shohin edhe jetojnë në Milano të vinë sa më shumë. Se kemi të bëjmë me një klub shqiptar, jena shqiptar, edhe pse jo me një mu sa të muna, me një mu. Sipas statistikave me të fundit, edhe pse Interi është një klub i madh dhe përfaqëson në një futboll dhe në kampion në Italisë, Vllaznia në bazë të koeficientit është më lart në renditjen botërore, fal edhe prezantimeve të saj në Europë, të suksesshme. Pa diskutim se koeficientet rriten kur ti të lush në Evropë. Vllaznia ka shumë eksperiencë, ka luajt, ka hyrë për grupe, ka lozë edhe me Juventusin, unë e di shumë mirë. Intri, kjo është hera e parë që Intri futet në Evropë, kështu që koeficientet e ka shumë tulët, po ma merr mendja që shpejt Intri do e ngrej koeficientin e vet. E shpresojmë që Vllaznia ta majë ose ta arrisë akoma më tepër. Ishim me Semir Keqin, një personazh shumë i njohur në futbollin shqiptar dhe atë ndërkombëtar, kur kemi parasysh theksoi vetë Semiri 4 vite trajneri i Interit, luan sot për
drejtor sportiv të Kindrit që luan sot përpara Vllaznisë, por aktualisht drejtor tek Komët, skuadra tjetër italiane. Sa mirë, faleminderit për intervistën. Shumë faleminderit juve. Takohemi në darkë në stadium dhe shpresojmë një fitore të Vllaznisë. Shpresojmë.